Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sonte, inshallah taala vllazni, do t'ja nisim temën së fikut nga kapitulli pastërtisë. Inshallah taala deri në fund është kapitulli, në fund e kemi kapitullin e përbetimit. Është një libër diku 170 faqe. Dhe këto janë mendimet e Sheikhul Islam Ibn Taymiyes që I ka përzgjedh. E pashtë arsyeshme që është edhe nuk është zgjeruar shumë, vetëm I trajton njëri I ka përmbledh mendimet e tij dhe I ka bërë një libër. Kështu që do ta trajtojmë inshallah taala. Si fillim e kemi kapitullin apo kaptinën e pastërtisë. I ka përzgjedh ato me pika I ka bo, në një aspekt, nëse si një kapitull, ka vendos pikat, diku 1000 pika më dohet janë, 1000 e diçka. Inshallah taala sonte po fillojmë me kapitullin e pastërtisë apo kapitullin e pastërtisë. Pika parë, shehu e ka zgjedh mendimin se pastrimi lejohet me çdo send I cili quhet ujë. Sepse thot, origjina e ujit është e pastër. Nuk del nga origjina e tij e pastër vetëm se me argument. Tani dinë hadithin e pejgamberit alayhis salam që 3 veçori nëse ndryshohen atëherë mo nuk është uji, apo për shembull nëse e merr lëngun e portokallit, lëngun e mollës apo ku e diune, këto kanë domethënë ndryshime në thelb. Ka ndryshime në ngjyrë, ka ndryshime në erë, ka ndryshime në shije. Domethënë gjitha këto e bëjnë që ky mos të quhet më ujë. Pika tjetër, ka mendimin se lejohet pastërtia me ujin e shtrydhur nga gjethet e drunjeve. Gjethet e drunjeve nëse shtrydhen, apo ajo është ujë që lejohet mu pastru. Mendon se lejohet pastrimi me ujë që përzihet me diçka të pastër nëse nuk e ndryshon emrin dhe cilësinë e ujit në përgjithësi. Ai zgjodhi mendimin se lejohet pastrimi me ujin të cilën është larg bashkëshortja dhe ka mbetur, se dhe ky ujë bën të përdoret në pastrimin e madh nga xhunuplloku. Po ashtu e ka zgjedh mendimin se lejohet të merret abdest me ujin e Zemzemit. Më thonë, lejohet me marr abdest me ujin e Zemzemit, mirë po thot nuk e ka pëlqy mu la me të. Më thonë, mu la me marr gusëll, apo kjo është mendimi I një grupi të dietarëve. Ka mendimin se uji nuk ndotet vetëm nëse I ndryshon çka ngjyra, era edhe shija, që ka ardhur në hadithe të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Gjithashtu, nëse në ujë bie papastërti, ndonjë papastërti, edhe nuk e ndryshon diç prej cilësive të tij. Sipas kiasit, analogjisë, të shëndosh, uji është I pastër derisa në të shfaqet papastërtia. Se ka për shembull në një vend mund të jetë ujë shumë, apo edhe mund të ketë ndonjë papastërti, nuk e bën të papastër ujin. Nuk e bën të papastër ujin. Po ashtu, zgjodhi mendimin se lëngjeve u jepet dispozita e ujit, që do të thotë se nëse nuk bëhen të papastërta me vetë përzierjen e papastërtisë, me lëngun, por patjetër të shfaqet ndonjë cilësi e papastërsisë nga ngjyra, shija apo era. Tjetër ka mendimin se nëse rrobat e pastërta përzihen me të papastërtat, zgjedh ato që ja merr mendja më shumë se janë të pastërta, falet dhe nuk e përzejt namazin. Qofshin ato rroba, ato shumë rroba apo pak. Ky është edhe mendimi I nxënësit të Ibn Qayyimit rahimahullahu taala. Ebul Abbasi, që I bie Ibn Taymije, parapëlqen që rrobat të stërpiket nëse preket diçka prej ujit dyshim nga papastërtitë. Siç transmetohet nga Enesi, se ka stërpikur me ujë hastrën e nxirr, gjithashtu edhe Omeri ka stërpikur rrobat e tij. Domethënë, nëse ndodh që të kesh papastërti në rrobë, atëherë me një lloj stërkatje e ujit, apo mund ta pastrosh, nuk ka nevojë mu la krejt rroba. Kjo ishte sa I përket kapitullit të pastërtisë. Tash e kemi kapitullin e enëve. Të shehu, do thotë të Sheikhul Islam Ibn Taymije, thot enët janë halal në origjinë, përveç të ndaluarave me argument. Domethënë në përgjithësi enët që I përdorim na
janë halal vetëm nëse vjen argumenti që e ndalon një gjë të tillë. Zgjodhi mendimin se përdorimi i enëve të arit edhe të argjentit, këto janë haram. Këto janë haram dhe ka ardhur në hadithet pejgamberit alayhi salam se këto janë për shpërblimin në xhenetin e Allahut subhanahu wa taala. Gjithashtu e sheh se është haram të merren për zbukurim, sepse nëse ndalohet përdorimi për zbukurim, ndalohet edhe më parë kjo çështje. Ashtu siç edhe ndalon veglat muzikore për zbukurim. Po ashtu shehu e sheh se është e papëlqyer përdorimi i enës së përforcuar me ar apo argjend nëse është shumë. Por nëse është pak, atë lejohet për nevojë dhe ndalohet për diçka tjetër. Nëse është shumica e saj, normalisht që ndalohet. Por nëse ka pak, është më mirë, mi u largu mirë, po përveç nëse është e nevojshme dhe s'ki tjetër, atëherë lejohet inshallah taala. Mendon se nuk bën të lyhen tavanet me ari edhe argjend, e as lidhse dhe dritat. Sepse është shpenzimi i kohë vllazni. Shpenzimi i kohë ti mu çu për shembull mi bë muret, tavanet, ku e di une, me dukat apo me ari, me argjend. Këto janë këtë shpenzime subhanallah. E fatkeqësisht bile ka dhe hadithe pejgamberit alayhi salam që është prej shenjave të kiametit që i bëjnë për shembull ato zbukurimet e tepruara në përmure. Sigur ato tapetat që kanë qenë përpara, domethënë teprime, se kjo është subhanallah mur është ajo. Çka ki me zbukuru ti me shti pare ekstra, apo. Mendon se nuk bën, thot lejohet përdorimi i arit dhe argjendit për të lidhur diç sepse kjo është nevojë. Nëse është nevojshme mu lidh diçka, lejohet. Po ashtu lejohet të përdoret në syrme, mu përdor ari dhe argjenti. Në surme lejohet, apo surme e dini që domethënë e përdoret domethënë tek syt. Po ashtu pikë tjetër është etika e shkuarjes në nevojtore në banjo. Ebul Abbasi zgjidhi mendimin se është haram kthimi nga kibla apo kthimi shpinës gjatë kryerjes nevojës, në shkretin apo në shtëpi qoftë ajo. Këtu një detaj që ju tregoj është tek i libri i Maqdesiut, apo aty trajtohet meselja, kur ka pas raste kur sahabit kanë shkuar në Sham dhe i kanë parë të drejtuar nga kibla. Alhamdulillah. Edhe i kanë parë duke drejtuar ka kibla, kokat e tyre kanë qenë të drejtuar nga kibla. Atër ulemoja e kanë sqaruar dhe kanë thonë që nëse jenë hapësir, apo nuk lejohet, decidivisht nuk lejohet të drejtuarit ka kibla me bo nevojën apo dhe shpinën. Mirë, por nëse jemi një vend të mbyllur, nuk është haram. Mirë, po e mira smirës është, je i mbyllur apo nuk je i mbyllur në vend të hapur, është që mos me ju drejtu dhe thot gjatë urinimit, mos me drejtu ftyrën apo edhe shpinën kiblës. Po ashtu thot, dhe nuk mjafton animi nga drejtimi i kiblës, po ashtu zgjodhi mendimin se është e papëlqyer të shtrydhet apo nxiret me dorë urina. Thot, dhe se hadithi që transmetohet në këtë kaptin nuk është i vërtet. Domethënë, shumë prej vezës e live, apo duke u friksuar nga çka, nga pika e urinimit, apo që mos po pik urinimi, urina mos po pik nga organi, atëherë çfarë bëjnë? E shtrydhin organin. A realisht Allahu subhanahu wa taala ka krijuar sfinktera tek organi që është sikur puna e qumshtit kur një kafsh apo e pin qumshtin nga nëna e vet, në këtë rast lopa, apo edhe kur e thith i del qumshti. Po sa e ndal, ndalet vetvetiu. E njëjta gjë edhe me urinën. Ashtu Allahu subhanahu wa taala i ka bërë sfinkterat, apo përpos nëse ka probleme është diçka tjetër, pastaj i arsyetu me lenë Allahut subhanahu wa taala. E mirës është që të lahet organi apo me ujë, edhe pastaj hiqet vezvesja dhe nuk e ke atë vezvesën që me thonë po mdel urina, por se e fokuson çështjen tek uji.
E fokuson çështjen tek uji sepse thua që organi, domethënë e kam larë me ujë dhe nuk jam shel rrugën shejtanit për vezvese. Po ashtu thot nuk është i vërtet hadithi që urdhron ecjen pas urinimit, ndërsa të kërcyerit pas urinimit e konsideron bidat risi. Kemi na disa prej methebeve, disa prej ulemave, të cilët kanë thonë që duhet 40 hapa me hec pas urinimit, apo me kërcy, apo ku e diune, që mi dhon presion me dal urinimi, sepse mundet, dhe thot pas marrjes së abdestit mundet me të pik urinimi edhe të prishet abdesti. Mirë, po kjo nuk ka bazë. Siç tham, Allahu subhanahu wa taala ka krijuar sfinktera të posaçëm tek organi dhe do thot ai ndalet vetveti u kthehet mrapsht apo ajo që është brenda në organin mashkullor. Konsiderohet i bollshëm përdorimi i 3 guralecave për pastrim. Më thonë është fjala për nevojën e madhe. Edhe nëse pas pastrimit te i kalohet diçka mbetet për rreth vendit. Argument për kënd janë argumentet e përgjithshme se lejohet përdorimi i guralecave dhe nuk në është transmetuar se pejgamberi sa diçka që cakton madhësinë, apo nuk ne ka caktuar sa është madhësia e guralecave, por se me 3 guraleca ka thonë mjafton që mu pastru robi. Bukur. Nëse pastrohet me më pak se 3 guraleca, duhet plotësoj numrin 3. Thot, qoft edhe me diç tjetër veç guralecave që pastron. Do të thonë, është 3. 2 nëse i ki, dhe diçka tjetër merr, 3-shin lejohet, e miras është, duhet me 3 guraleca. Nëse pastrohet me bajg, i mjafton, thot, por është mëkatar, sepse ka vepruar një haram. Realisht duhet më pastruaj, s'ka çfarë pa u pastru. Sheh se është më mirë që guralecat të bashkohen me ujin. Do të thonë, përdor guralecat, pastaj e përdor edhe ujin, kjo është edhe më mirë. Nuk lejohet kryerja e urinës në xhami, edhe nëse kryet në enë. Do thonë xhami nuk lejohet aty ku bëhet ibadet Allahu subhanahu wa taala. Po ashtu e ka mendimin që nuk lejohet prerja kurbaneve në xhami e as diç tjetër. Do thonë xhamit janë për adhurim dhe Allahu subhanahu wa taala. Nuk i takon, thot muslimanit, që ta bëj xhami në rrugë. Do thonë midis xhamis me hi edhe me bo rrugë të njerëzve. Mosbesimtarët ndalohen të hynë në nevojtorët e muslimanëve, nëse ata i ndytin nevojtorët apo prishin ujin, fllliqin e gjëra të tilla. Për atë arsye edhe nuk lejohet mosbesimtarët me i lënë në vecet apo nevojtorët e muslimanëve. Po ashtu ka mendimin se hadithi i 2 kulleve është i mirë dhe veprohet me të. Çfarë do të thonë kulle? Sasi mace e ujit në kohën e pejgamberit alayhis salam që i përfshin diku 200 litra. Dhe hadithi thot që nuk e bën të dendur, por nuk e bën të papastër ujin i cili është 2 kulle. Do të thonë 200 litra, parafërsisht 200 litra, do të thonë nuk e bën të papastër nëse një papastërti vendoset apo bjen tek ky ujë, sepse është sasi e madhe e ujit dhe nuk e bën të papastër. Mendon se nuk bën të dyshohet në çështjen e ujit, ky zakon nuk është i lavdruar. Tash me pas dyshimi është i pastër, s'është i pastër. E sheh, apo në mënyrë të përgjithshme e sheh, e vren që uji është i pastër dhe s'ka nevojë më bë vezvese njeriu. Por e lavdruar është që të veprot sipas origjinës së pastër të ujit, pishina, bazeni, apo nëse ka vrim që rrjedh në një vend, atëherë ky ujë është i rrjedhshëm dhe është i pastër i bie. Ky ujë është i rrjedhshëm dhe i pastër. Nëse dyshon një bajk se është e pastër apo jo, atëherë e formulon mendimin se është e pastër, sepse në origjinë senet janë të pastërta. Bukur, tash po dalim tek misfaku. Misfaku është i pëlqyeshëm në të gjitha, në të gjitha kohrat. Në të gjitha kohrat është i pëlqyeshëm. Gjithashtu edhe për agjërusin, edhe pas kohës së zenitit. Më thonë, pas kohës zeniti është në kohën e drekës. Dhe se më mirë është mu përdor misfaku me dorën e majt. Gjërat që pastrohen, apo vetë Muhamedi alayhis salam na ka thonë që me pastru, do thot, kur të marrim tarret apo pas nevojave fiziologjike me i pastru me dorën e majt. Gjërat e mira apo gjërat e pastërta bëhen me të djathtën. Ndërsa pastrimi duhet bëhet me të majtën dhe normalisht ne që i kemi pastat e dhëmbëve apo
brushat e dhëmbëve i marrim dhe i pastrojmë dhëmbët me të majtën, me dorën e majt, apo dhe njëkohësisht nëse përdorim misvakun, e përdorim me dorën e majt. Thot nuk di që ndonjë imam ta refuzoj misvakun e as që të urrejt në xhami. Ka mund, mund ta marrësh edhe ta përdorësh para namazit në xhami. Nuk ka asnjë problem në këtë gjë. Nuk është të pëlqyer të lihen fijet e tij në xhami, edhe pse nuk është i papastër. Do me një aspekti tash kur duke i larë dhëmbë, duke i fshirë dhëmbët, apo edhe me grimcu dhe ato grimcat që i bën nga misfaku të bie në xhami nuk bën, sepse shakton në një aspekt papastërtia aty, edhe pse është i pastër, misfaku është i pastër, mirë po shakton papastërti. Bën të krijen flokët dhe mjekra në xhami, por me kusht që të mos bien qime në tokë, edhe nëse bien ti mbledh ato. Ndalohet ruajtja e mjekrës. Normalisht këtë mëthebet e kanë që ndalohet është haram me rujt mjekrën. Sunetimi është detyrim, më bo sunet, është detyrim. Atër kur njeriu t'i bëhet detyrim namazi dhe pastrimi. Më thonë, deri në atë kohë, më thonë, është bile, është mirë, kur të lind me njëherë, më 7 dite, 2 jave, 3 jave, me bo sunet, edhe ma lete ka fëmija apo beba, dhe më thonë këtë gjë. Duhet të jetë i bërë sunet kur të hyj në pjekuri. Dhe më thonë, veç para se me hyj në pjekuri, kjo duhet të kryej sunetimin. Bokur. Tash e kemi abdestin. Abdesti me kuptim të larjes së duarve ka ardhur vetëm në gjuhën e qifutve. Thot, abdesti është prej veçorive të këtij ummeti, siç ka ardhur hadithet vërteta, se ky ummet do të ringjallet në shenjat e abdestit. Në shenjat e abdestit. Dhe te i thorët e librit nuk ka ndonjë argument se ndonjë pejgamber ka marrë abdest sikur muslimanët tani. Më thonë, qysh ka marrë Muhamedi a.s. dhe ummeti i tij që ka me marrë si shembull Muhamedi a.s. nuk ka ndonjë argument se ndonjë pejgamber para Muhamedit a.s. ka marrë kështu na qysh marrim abdest. Mirësi e madhe që na ka nderuar Allahu subhanahu wa taala. Ndërsa sa i përket larjes së trupit ka transmetime të vërteta. Ai e shethot Sheikhul Islam Ibn Taymija se shkaku i detyrimit të abdestit është kryerja e nevojës dhe se është kusht i detyruar për hyrjen në namaz. Normalisht, nëse je gjunup, kusht për më të pranu namazi duhet të lahesh komplet, të marrësh gusëll. Po ashtu edhe nëse tu ka prishur abdesti, atëherë duhet me marrë abdest sepse s'ka namaz pa abdest. Anon nga mendimi se lejohet të merret abdesti në xhami, përveç nëse prej vetës nxjerr pshtym apo këlbas që mund ta bëj të papastër vendin aty ku falej. Po ashtu zgjodhi mendimin se është më mirë të bashkohen futja e ujit në gojë dhe hund me një grusht që kjo të bëhet 3 herë. Është sunet prej suneteve të pejgamberit alayhis salam vllazni që mirët do thot uji në grusht dhe të njëjtën kohë i jep ilan apo gojen edhe hundën. Goje hund me njerë. Kjo është sunet i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Vendi i qëllimit apo vendi i niyetit e dini të gjithë që është në zemër dhe nuk është detyrim të shprehurit në fshehtësi apo me thonë për boj niyet me fal këtë namaz, u lidha pas imamit apo e fala sunet, e fala filon vaktin e namazit fars e kështu me radhë, dhe më thënë nuk ka një argument të tillë dhe ne ndalemi tek suneti pejgamberit alayhis salam që Muhamedi alayhis salam nuk e ka bën niyetin me gojë. Kushdo që e bën me gojë ka ardhur me një send të ri që Muhamedi alayhis salam se ka bë e as sahabët e tij, e as dietarët e mëthebeve dhe ka bë, më thonë, një risi apo një bidat. Te Sheikhu rahimahullahu taala rregulla thot se niyeti e pason diturin. Pra, ai i cili e di se çfarë do të veproj vetëm se e ka bërë niyetin. Shë sa mirë? Kushdo, subhanallah, ti kur qosh tash me marr abdest, vetë ju niyetin kokën atë mendën e ki që kemi shku në xhami dhe me falë cëllën namaz, e den drekën 100. Kjo është niyeti. Vetë ngritja jote për të marrë abdest është niyet. Allah subhanahu wa taala ta din zemrën. Kështu që s'ka nevojë njeriu me shfaq me gjuhë. Po ashtu, tash e kemi marrjen mest edhe kaptina mbi çështjet se të llogaritën se e prishin abdestin, edhe po e përfundojmë inshallah taala.
nuk ka kohë të caktuar mesi i shamis, dhe se duhet të merret mes mbi gjithë kokën. Nëse një pjesë të kokës ka shami, e në pjesën tjetër jo, le të kaloj në të gjithë kokën, thot, sepse këtë e ka vepruar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Rregull të shehu është se nuk përsëritet mesi, sepse sunet është të merret një herë mes kokës. Domethënë një herë e bën e vendos duart i vendos në kokë. Mesi i qafës nuk është i vërtet, sikur që është tek ne vllazni që e prekin qafën apo me pjesën e epërme të duarve, të gishtave. Kjo nuk ka bazë në sunetin e pejgamberit alayhi salatu wassalam. Po ashtu veshët pastaj merren mes me ujin e kokës e jo me ujë të ri, vetëm nëse ka nevojë për të. Domethënë, kur ti merr i lan duart dhe i bën mes kokës, pastaj kur i vendos te vesht me i pastru, me qatë dorë të lagt i prekt vesht. Nuk ki nevojë me shtu ujë të ri me marr e mi la, do thot veshët. Nuk ka nevojë. Nëse ka pak papastërti ndër thonjë dhe uji nuk arrin me depërtu, atëherë mesti bëhet për shkak të vështërsisë. Nuk është e pëlqyer të lahen krahët e këmbët më tepër se sa duhet. Kjo është mendimi i Malikut dhe transmetim nga Ahmedi, normalisht më shumë se 3 herë nuk lejohet me i la këmbët apo duart, apo dhe në përgjithësi do thot gjymtyrët e abdestit. Është më mirë të merret mes se sa të lahet këmba. Por nëse këmba është e zbuluar, atëherë këmba duhet të lahet patjetër. Me thonë vllazni, unë më mirë pi laj komt se sa me marr abdes, kjo nuk lejohet kështu. Ma mirë është mi la komt. Jo, nuk lejohet kështu me thonë. Po mundesh me thonë është nxehtë, po du pak një lloj freskie me gjetë, apo me pas freski, është verë, kam nevojë, apo atëherë nuk ka asnjë problem. Mirë, po me thonë më mirë, apo daha më mirë, kjo nuk lejohet kështu me thonë. Lejohet të merret mes mbi lidhëse, harna rreth këmbës, se të mbështjellin këmbën. Lejohet merret mes të shkyer, përderisa emri i tij mbetet. Ky është mendimi i vjetër Shafiut dhe Ehlu Berakatit dhe të tjerëve, do thotë, përderisa e kini çarapët apo diçka të veshur mbi këmbët e tua dhe ke të shkyer një pjesë të caktuar të çorapës, a e humb të qenurit kjo emrin çorap? Jo. Atëherë të lejohet me marr mes në ato çorapa apo në ato të mbathura çka i ki. Lejohet të merret mes mbi shamin e shtrënguar fort. Lejohet që të pastrohet këmba dhe të vishet njëra meste, pastaj të lahet këmba tjetër, duke mos qenë kusht kjo që të merret pastaj mes mbi këto meste. Nuk prishet abdesti me mbarimin e periudhës kohore të mesteve. Domethënë, mesti vllazni për vendalit është 24 orë, apo një ditë e një natë. Për udhëtojnë është 3 ditë e 3 natë. Bukur. Nëse ti ke marrë mest, po e zom, për drekë sot, deri nesër për drekë të lejohet me marrë mest. Morë mest pak para drekës, dhe ty të mbaroj më koha e mestit kur hyn dreka. Bukur, po ti ki abdest akoma, nuk e ki prish. Sidomos tani për shembull në këtë kohën e dimrit, në ora 12 është dreka, në 2 është i qindia, në 4 është akshami, në 6 është jatsia. Bukur. Ty në 12 po të kalon vetëse koha e mesteve. Dhe pasi që e ki fal drekën, se ki prish abdestin. Se ki prish abdestin. Deri në ora 6 se ki prish, prej 12 dhe 6 orë. E mondi kush abdestin gatë. Atëherë ky person ka abdest, mund me fal namaz. Momentin kur ta prish abdestin, po e prishin ora 3 azon. Edhe po do me marr prap mest pak para 4-ve. Nuk lejohet me marr, duhet mi hek çorapët, mi la këmbët, pastaj me fillu mesti prej jatsis, apo pasi që ta prish, do thot abdestin me marr atëherë mest. Gjithashtu thot, nëse nxjerr gipsin nga dora, mbi të cilën ka marr mest, nuk prishet thot abdesti. Sepse veprat që prishin abdestin janë të caktuara nga sheriati dhe nuk ka të tjera, thot, ndërsa kjo nuk është prej negacioneve të abdestit. Dhe për fund e kemi kaptina mbi
çështje të cilat llogariten se e prishin abdesin, por ato nuk e prishin. Gjaku i cili del vllazni tek gratë jashtë ciklit menstruacioneve nuk e prishin abdestin. Gjakderdhja që është jo menstruale. Se cila grua i din, dhe më thonë që gjaku menstrual dallon nga gjaku tjetër, nga një lëndim i caktuar, dhe ky lëndim i caktuar, gjaku që rrjedh, nuk e prish abdestin. Po ashtu, gjithashtu thot, dalja e urinës pa rregull nuk e prish abdestin të njerëzit e sëmur nga këtë sëmundje. Ky është mendimi i Imam Malikut. Më thonë, për shembull, po e zon një person është i smut, ka shku në spital. Edhe e ka kateterin. Dhe një kateterin që është si lloj, s'po di çfarë më thonë, është që e mbledh urinën ato, dhe në mënyrë të pavullnetshme zbritet, do thotë, bjer urina tek ajo kese, po. Edhe ti jenë namaz dhe në ato momente e vren që po shkon urina, subhanallahu, vetë shkon normalisht, sepse thellë tek organi mashkullor futet kateteri, apo në formë të gumës është, futet kateteri dhe vetë në mënyrë të pavullnetshme zbret urina tek ajo kese. Ti jenë namaz, e rëndësishme është që ti pak para namazit merr abdest, pastaj nuk ki përgjithësi. Edhe nëse të rrjedh, edhe nuk e çon mendën aty fare sepse je i arsyetuar. Unë sot e pata një rast të një afër, ai haxhi, subhanallahu, 5 vakte të li normalisht, edhe rastësisht unë e di ai fal namaz 5 vakte. Rastësisht tha, jo nuk më fali, tha. E thash, çush më nuk më fal? E di, tha unë e di, tha, punën teme. O haxhi pje bëj. E din, po unë po të kallëzoj çush është puna. Thash, duhet më fal. Po çush duhet më fal anik ne? E mora vesh për shkak të urinimit. Thash, s'ki asnjë përgjegjësi tek Allahu subhanahu wa taala. Ti je person i arsyetuar. Se po pipik urina, nuk e ka kateterin, mirë po pipik urina. Pa marrë parasysh, ky person lejohet me marr abdest para se mi anis namazit, fal namaz, edhe nëse nuk mundet me lëviz me sy e fal, apo pak me lëvizje të kokës, ama namazi nuk bën mulon. I thash, ti je në pleqni të thellë, ty po të afron ditët e vdekjes. Subhanallah, në këtë mosh, ti du të mishtu veprat e mira, se pi afrosh vdekjes, me shtu ibadetit, me shtu sadakan, me shtu duat, me shtu dëgjimin e Kur'anit, me bo veprat mira, sa më shumë, se po të afrohet më vdekja, e ti me lë namazit. E haxhi, subhanallah. Kjo është fatkeqësi tek na, ka plot pleq, vllazni, plot pleq, që falin namaz, smuhen, ta zonë 2-3 javë smuhen, shkojnë në spital, thënë jam person i arsyetuar në kontekstin që lejohet mos me fal namazin. Nuk e din, duhet m'ju kallëzu, edhe çdo herë, ku t'ishin i pleqt, kur janë të smut, zakonisht e kanë fetvon që lejohet me lë namazin, sepse jam i smut. Sigur e kanë përzi me çështjen e agjërimit, Allahu di mas miri. Po ashtu thot, gjaku, vjellja dhe të ndytat e tjera të cilët dalin nga vendet e tjera të trupit, jo normale nuk e prishin abdestin edhe nëse dalin me shumicë. Ka tekste sheriatike ku thuhet që sahabët e pejgamberit alayhis salam kanë qenë namaz, janë goditur me shigjeta tek këmbët apo tek gjymtyrët dhe nuk e kanë prishur namazin. Dhe normalisht kur goditesh me shigjet në trupin tënd, do të rrjedh gjaku. Sikur t'ju prishte abdesti, ata kishin me ndërprej namazin, kishin me dalë namazit, mirë po jo, kanë vazhdu, e kanë falë namazin, edhe pse shigjeta, do më thonë, ka qenë në trupin e tyre. Po ashtu thot, gjumi nuk e prish abdestin nëse ai që flem mendon se nuk ka vepruar ditë që e prishin abdestin. Më thonë, shiko sa çështje shumë është dyqysh kur ta lexon njëri çush bese prish gjumi, këtu le moja ka thonë që e prish, nëse tamam flan kështu mirë, shtrihet, rahatohet. Realisht gjumi si gjum nuk është prishës i abdestit, por se gjërat që bën brenda gjumit, që ti nuk e din, nuk mund t'i kontrollosh, kjo mund të ta prish abdestin. Jo mund, po ta prish abdestin. Për shembull, je në gjumë, ti nuk e din, lëshon gazdra, apo mund me rrjedh diçka, apo për
përgjithësi diçka, atëherë këtij personi i prishet. Mirë, por nëse jenë në kotje dhe i din çka ki vepru, ki po disa njerëz korrosin dhe krosin, mirë po i nin krejt çka po flasin, din se çka ka vepru. Atëherë këtij personit nuk i prishet abdesti. Të merret abdest pas ngrënjes së mishit të deves është detyrim. Më thonë, kushdo që hanë mish deves e ka detyrim me marr abdest, është e pëlqyer të merret abdest pas veprimit të ndonjë mëkati po ashtu. Po e bone vllai jam një mëkat, atëherë merr abdest çu, po njëkohësisht të fali 2 rekate. Po, sepse me të vërtet veprat e mira i fshin të këqijat. Dhe abdesti është një lloj pastrimi. Subhanallah, po më kujtohet shqiptarët në kohën pas perandorisë osmane, kur shkijet apo ortodoksët apo malazezët në përgjithësi kanë ardhe me zor i kanë kryqu muslimant shqiptar, edhe aq kanë ditë, subhanallah, masi që i kanë kryqu me zor, kanë shku edhe kanë hi në për lumenje duke u la, subhanallah, që me hek atë kryqëzim që ja u kanë bu shkijet. Më thonë ortodoks që ja u kanë bu shqiptarëve musliman, vetëm më thonë mu pastru prej ati kryqëzimi. Pra asaj kryqëzate që i kanë bu me dhunë, dhe thotë se kushdo që nuk është kryqëzu atër i kanë vra. Më thonë i kanë vra qaq fe patësore krishtenizmi. Po ashtu, thot prekja organit gjenital nuk e prish abdestin, por është më mirë të merret abdest, prekja e gruas nuk e prish abdestin. Prekja e organit gjenital tash po dal jashtë fjalëve të Sheikhul Islam ibn Taymiyes, disa kanë thonë nëse preket pa epsh nuk e prish, nëse preket me epsh e prish. Nëse preket me epsh e prish, sepse janë 2 hadithe ku njëra thot prishet, tjetra thot çfarë? Tjetra thot ajo është pjesë nga organet tuaja. Më thonë është pjesë nga trupi yt, në aspekt nuk prishet, apo? Mirë, po nëse i mbledhim 2 hadithet, atëherë gjëja më e pëlqyrë është që të mirët abdesti, ose pastaj ulemaja, siç tham, kanë thënë që nëse preket me epsh, atëherë do thot prishet abdesti. Mirë, po ka prej ulemave që i kanë bërë të 2 hadithet e dobta, si për shembull prej tyre është Imam Mukbili rahimahullahu ta'ala. Po ashtu, thot prekja e gruas nuk e prish abdestin, normalisht se Muhamedi a.s. para se me shku në namaz, i ka pudh gratë e veta dhe pastaj ka shku në namaz dhe nuk ka marr abdest, që i bie i ka prek gratë e veta. Anon nga mendimi se riddeja, lënia e fes e prish abdestin. Me më thonë, kushdo që bën ridde, ai sipas dispozitave fetare, normalisht dhe thot duhet të merr gusëll kur i kthehet apo kur e thot shahadetin. Ndalohet hapja e mushafit për të sjell dobi vetëm, apo me thonë që hapja e mushafit sjell dobi kështu vetvetiu, apo që kanë disa bestytni. Edhe se ajo duhet respektuar e nderuar kudo që të shkruhet. Ndalohet po ashtu të shkruhet Kur'an në vende ku nënçmohet ai. Nëse e din se nënçmohet, atëherë ruju dhe mos shkruaj. Subhanallahu, Allah po më tregon, një vlla po më tregon, i kish marrë prej disa vendeve ku gjuhën apo kështu bërllogjet e ndryshme ku gjuhën edhe i ka parë ajetul kursin apo suratul Fatiha apo Allah, domethënë që i kanë bërë nga shtëpitë e tyre që i kanë pas, i kanë gjujt në për bërllogje. Subhanallah, ai shkelet, ai nënçmohet. Ma pakta që duhet ta bësh, nëse nuk mundesh me mbajt, apo atëherë duhet ta kallësh apo duhet ta shkatrosh, që thjesht mos të shkelet, mos të nënçmohet fjala Allah subhanahu wa taala. Po ashtu lejohet të preken dhe mbahen paratë në të cilat shkruhet la ilaha illallah. Nëse ai friksohet t'i lërë diku, lejohet t'i mbështjell me diçka, pastaj të hyjë në WC. Se ka disa prej dietarëve të cilët janë pyetur, kanë thonë se a lejohet me telefon me hi në WC kur në telefon e kemi Kur'anin, kemi aplikacionet e Kur'anit. A lejohet, as lejohet. Ulemaja subhanallah e kanë bërë një krahasim, ka thonë kjo çështje është sikur në kokën e njeriut. Truni i njeriut apo në memorien tënde, a ki Kur'an të mësuar, po hin në WC nuk ka si problem. Njëjta gjë është edhe me telefonin. E rëndësishme është që mos tjetë fizikisht një fletë e Kur'anit, apo telefonin me hap e me pas Kur'an aty, kjo nuk lejohet. Mirë, por nëse është e mbyllur, nuk ka asnjë problem. Allahu Ta'ala alem.
Po ashtu po e potencoj edhe një çështje jashtë librit, që kanë thonë ulemaja, nëse shkon në vendet e muslimanëve dhe ke frikë se do të nënçmohet Kur'ani, shkilet apo ku e di unë përdhoset, nuk lejohet me marr Kur'anin me veti. Po alhamdulillah sot në Evropë nuk bëhen këto gjëra, se i kanë disa ligje demokratike që nuk u lejon, domethënë, cenimin e fesë mbas të asaj që shkruhet nëpër ligjet e tyre. Po ashtu, e fundit për sonte është pika e 94, thot nëse njerëzit janë mësuar të ngrihen në këmbë të tjerëve dhe nëse nuk i ngrihesh në këmbë, vjen fesad i madh. Atëherë është më mirë që të ngrihemi në këmbë që ky fesad të largohet. Njeriu duhet të nxitoj, të pasoj sa më shumë sunetin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, shokëve të tij dhe të praktikoj librin e Allahut subhanahu wa taala. Domethënë, suneti është që mos më ngrit asnjë personi, apo Muhamedi sallallahu alajhi wasallam s'ka pas çef më ngrit në këmbë, subhanallahu. Ka raste, e kam trajtuar këtë çështjen e ngritjes në këmbë, i zoti shtëpis kur të vjen një mysafir, lejohet më ngrit, sepse normalisht kur vjen mysafiri me ditë se te kush po vjen me një aspekt, edhe ti ngritesh dhe ja tregon vendin dhe thosh ja këtu ulu. Po nuk lejohet nëse me një odë caktuar, me një dhomë caktuar janë krejt aty, 20 vet po e zonë, edhe hini hoxha apo hini dikush këtë bram mu çun kom. Kjo nuk lejohet. Vetëm i zoti shtëpis ngritet, e merr mysafirin, e vendos aty dhe domethënë kaq është, dhe kështu është suneti i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, deri në takimin e radhës me kaptinën e guslit apo pastrimit, pastaj kaptina e tejemumit, kaptina e largimit të papastërtisë, kaptina e menstruacioneve, kaptina e namazit, e kështu me radhë do t'i trajtojmë inshallah taala. Subhaneke Allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ju shpërbleft.